Në Shkodër po përgatitet një plan i detajuar që synon zhvillimin e turizmit përgjatë vijës së liçenit nga Malësia e Madhe deri në qytetin e Shkodrës. Ky projekt po zbatohet në kuadër të programit Porta e Alpeve i financuar nga Banka Europiane e Investimeve në bashkëpunim me Qeverinë Shqiptare dhe Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Studim i mirëfillt me disa opsione të mira për sa i përket rutit, të cilin do kaloj zhvillimi i turizmit të biçikleta, pra nga Malësia e Madhe që do derdhet deri në do zhvillohet, pra do eci deri në derdhën e Bunës, e cila do të jetë një projekt shumë interesant që prek disa tipologji të ndryshme të turizmit, duke nisë që është në i turizmit natyrës, apo atraksione të ndryshme të cila Malësia e Madhe ka dhe do të jetë tipologji e veçantë për sa i përket bimëve medicinale apo disa diversitete të ndryshme, që do ndërthuar më së miri me tipologjinë e zhvillimit turizmit në Bashkinë e Shkodër, afër ujit, afër natyrës, me një veçanëri tjetër që do ketë edhe elemente të ndryshme të trashëgimisë kulturore, ku turisti huaj do ketë një produkt shtesë për të ardhur ta eksploruar në të dy bashkitë, të cilat sa vjen më shumë po kanë produkte përbashkëta, po dalin me një ofertë të përbashkët. Në këtë fazë përgatitore është rënë dakord që të mbështeten Bashkia e Shkodrës dhe ajo Malësisë së Madhe për hartimin e studimit fizibilitetit dhe projekti DES për ndërtimin e një rrugë biçikletash përgjatë liçenit të Shkodrës, Lumit Buna e deri në detin Adriatik. Gjatë kësaj punëtorie me ekspert vendas dhe ndërkombëtar do të diskutohet mbi studimin e fizibilitetit, ku do të vendoset bashkërisht zhurma përfundimtare e rrugës, karakteristikat teknike dhe ndërhyrjet e propozuara, si ndalesa të vogla, pika informacioni e të tjerë.